e rrezikshme për shëndetin e Micit dhe gjithë lojtarëve padyshim. Edhe një herë tjetër, ndonëse nga një kënd i larg, të shohim vendimin e Stojançit Trpçeskit e kërkon Simonovskin dhe sipas gjitha xhasave vendimi është karton i kuq. Skuadra e Bashkimit pas vetëm 23 minuta lojë mbetet me një futbollist më pak në lojë. Në fund është karton i kuq dhe jo, siç u sinjalizua nga regjia ynë me gabim karton i verdh. Të shohim tani skuadra e Bashkimit çfarë mund të bëjë në vazhdim të kësaj sfide. Dhe 1-0 në këto momente avancon skuadra e Strugës, shënon. Është e vështirë, shumë e vështirë do të jetë për Bashkimin edhe në vazhdim. Këtu është gjithçka në rregull. Basiru Kompaore shfrytëzoi këtë rëmuj. Daljen jo të sigurt të mbrojtjes së tash për tash në këtë sfidë gjithçka po shkon në të mirën e Strugës. Dhe ky top i kthyer gabimisht nga Liçina, Bunjamin Shabani nuk arrin të shënoj çfarë intervenimi nga Jashar. Shabani me këtë mundësi të shkëlqyeshme Liçina sigur harroi, si duket që është e vështirë të luket për toke në këtë fushë të vështirësuar për momentin si pasojë e rreshjeve të mëdha të shiut. Ishte dhuratë për punjicion. Tash për tash vendimtar për e përsi prej 1-0 të mysafirëve. Vendasit po luajnë me një lojtar më pak, por tash mund të jetë pozita e shkëlqyeshme. Mehmeti, kjo mundësi e mirë. Jo, çfarë rasti! Mundësi e shkëlqyeshme futbollistëve Vendas nëpërmjet më të rijut në radhët e tyre. Mehmetit, shiheni sa bukur kombinoi ai bashkë me Habibullah Askar. Mehmeti eci përpara, Mehmeti mendoi shumë mirë, bëri gjithçka shumë mirë. Nuk shfrytëzojnë rast të shkëlqyeshëm kësaj here edhe Vendasit. Tani Bunjamin Shabani, Radeski 2-0. Marian Radeski, kjo është përvoja e skuadrës strugane. Radeski është kësaj here dhe Struga tash më vjen deri te përsia solide prej 0-2 në stadiumin e Bashkimit në Kumanov. Bunjamin Shabani mjaft mirë në fund, asisti ndoshta do t'i regjistrohet atij pasi ishte në Kumanov pas rikthimit të tyre në ligën e parë. Tani ky top i fituar i Vendasve nëpërmjet të Xhelilit, ecën Xhelili vet, tenton Xhelili. Hera e dytë që bën mjaft mirë Xhelili, por e ka shumë të vështirë padyshim. Jo vetëm për faktin ndoshta që po luajnë me një lojtar më pak, por edhe për këto kushte të rënduara të fushës, të mbushur thjesht. Do të ishte moment i veçantë, vetëm të shohim tani struganet përpara nëpërmjet të fall dhe këtë hapësirë të madhe. 3-0 avancon skuadra e Strugës. Edhe një herë tjetër Basiru Kompaore. Minuta e 57, Basiru Kompaore, goli i tij dytë sot, përsërisimi 5 në këtë edicion. Kjo hapësirë e madhe për foll nga e Majta dhe ky asist i shkëlqyeshëm i follit. Ndoshta kishte edhe prekje aty nga Radeski, sidoqoftë. Ky krosim i lartë i Zukës, intervenimi nga mbrojtja strugane dhe më pas Kumanovari struganëve Bunjamin Shabani, Bojku gjithashtu edhe Radeski, gjithnjë Shabani, ecën përpara, Radeski e pason për Bunjamin Shabanin, kapiteni i struganëve Bunjamin Shabani, 4-0, ngrit duart lart, kërkon falje, ndërkohë pamje dhe momente të jashtëzakonshme të veçanta të cilat të bëjnë të rënqethesh në këto momente. Në këto momente histori padyshim, si për Bunjamin Shabanin individualisht, por edhe për në përgjithësi futbollin e vendit ton. Çfarë të thuhet për Bunjamin Shabanin, futbollist i cili meriton thjesht fjalët më të mira të mundshme, lëvdatat më të mëdha të mundshme për gjithë karrierën e tij. Vosha dhe Struga. 5 minutat e fundit për rrjedhin në Kumanov. Malevski, mundësi e re për ekipin strugan, 5-0. Shënon edhe Kristian Malevski. Bashkimi Struga 0-5 minuta e 86, gola shënues kësaj here Kristian Malevski. Pakush, për të mos thënë nështë askush nuk ka pritur një fitore kaq bindëse të skuadrës së Strugës. Ishte paraqitje bindëse e qetë, kryesisht e qetë sfida për mbrojtjen e struganëve me Micin dhe Maudën në qendër me portierin Angeleti. Tani struganët edhe një mundësi tjetër, ka pozitja shtoje. Undalua loja që ndoshta nuk do të duhej të ndodh. Duhej pritur fundi krejtësisht i këtij sulmi. Të shohim këtu.
E që kam përshtypjen është gabuar në këto momente,